Menaj që në Prishtinë me dalë jashtëzakonisht mirë. Fakt pse s'ka hinë baratazh, ish kryetari Xhaferi, nuk e kemi idenë, duhet ta shikojmë edhe atje. Duket që edhe atë strukturat nuk e kanë dhënë kontributin e mjaftueshëm. Po du me komentu pak Mitrovicën, prap një rezultati dhimbshëm ku LDK-ja një vakt ka qenë udhëhecë e asaj komune, sot i merr 3.5% votave. Pse po menon që ka ndodhur kjo? Tash kjo zvyn në fort analizë se rezultati shumë i dobët. Se po menon është pak shihet që rezultati kaq i dobët është natyrisht mungesë e punës të strukturave tona atje. Nuk e di çka ka ndodhur sepse pritjet tona nuk kanë qenë për një rezultat bashkaq të ulët në Mitrovicë. Natyrisht që kandidaturat e partive tjera politike kanë reflektuar më pozitivisht se sa kandidatura jonë atje. Siç ju thash, ne nuk kemi mujt akoma me ul, me pa analizën tonë pse ka ndodhur dhe do të më reflektu natyrisht edhe në atë degë edhe në degë tjera në cilat nuk e kemi rezultatin e duhur ose të kënaqshëm, përse natyrisht ne jemi përpjek me punu edhe në Mitrovicë. Nuk kam çka i shtoj më tepër, realisht në Mitrovicë rezultati është shumë i ulët. Mirë, njoshta vlerësimi jonë i gabum, jo veç i joti, po të kallëzoj analiza jonë që në vushtri ka qenë njoshta hyn Xhaferi në ballotazh. Ai nuk hyn as në ballotazh. Po të kallëzoj që njoshta analiza jonë është e gabume. E jotja a ka qenë pritja që s'hin në ballotazh? Njëjtë, edhe ne kemi pritë që të jemi në ballotazh. Në fakt pse s'ka hinë në ballotazh, ish kryetari Xhaferi, nuk e kemi idenë, duhet ta shikojmë edhe atje. Duket që edhe atë strukturat nuk e kanë dhënë kontributin e mjaftueshëm. Nështë kandidati është më i miri, pra? Natyrisht, do ta shohim edhe. A i keni vetë, Imri, po më intereson si sekretar, çush bo që ke negociat, çush o bo para se me u zgjedh kandidati, se na nuk kemi mujt se cilin shtab me pyet. A e ka aprovu shtabi qëtë kandidatën në vushtri, apo shtabi ka qenë për diken shtabin, po e fjallin e kom shtabin LDK-s në vushtri? A e ka zgjedh Xhaferin, apo e ka zgjedh si tërkan? Natyrisht, gjitha kandidaturat që vinë prej degëve, marrin një lloj pajtoshmërie të degëve të tyre, në këtë rast të vushtrisë, dhe këtë pajtoshmëri, këtë nominim të degëve e binë në kryesin. Sigur t'je që krejt kandidat e kanë pas... Jo krejt, ka pas zërat të tjerë, të mund ka pas edhe ide të tjera, por ajo që ka qenë më afër konsenzus, ose më shumë e pranueshme për pjesën dërmuese të aktivistëve, veprimtarëve të kryesisë së degës në vushtri edhe të degëve të tjera, ne kemi marrë pikërisht atë nominim, edhe si të tillë, kryesia e Lidhjes Demokratike natyrisht e ka aprovuar dhe ka dhënë nominimin.